Niko Peleshi do të vijojë të jetë kryetari i Parlamentit të Shqipërisë. Me 79 vota kundër dhe vetëm 10 pro, Parlamenti rrëzoi kërkesën e opozitës. 79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projektvedimi nuk miratohet. Gjatë prezantimit të raportit, Ivi Kaso pretendoi se Peleshi nuk ka ruajtur bazat institucionale, por ka përjashtuar opozitën nga debatet. Kjo kërkesë e bazuar në këto shkelje nuk është thjesht një çështje e drejtimit të një seance. Kjo është çështje e funksionimit të kuvendit si institucion. Është një çështje e respektit ndaj kushtetutës. Është një çështje e mbrojtjes së demokracisë. Ai ka zgjedhur të jetë zgjatimi i vullnetit kryeministrit dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht, por ka ndodhur sepse ai ka pranuar me dëshirë këtë rol. Përgjigjen e mori nga vetë Peleshi, i cili rikujtoi dhe kohën që kanë marrë deputetët gjatë seancave. Shkaku i vërtet nuk jam unë. Nuk është favorizimi i një krau politik kundër një krau tjetër. Vetëm në 2 seancat e fundit, për shembull, maxhoranca ka folur 291 minuta kundrejt 439 minuta të opozitës, pra 60% të kohës e ka patur opozita. Shkaku që na sjell në këtë procedurë është fryma antagoniste dhe përçarse, nga e cila nuk heqim dot dorë. Në mbështetje të Peleshit ishte Damian Gjiknuri, i cili akuzoi opozitën për kaos. Mendoj që pozicioni i tij i vështirë kur kaosi mbizotron mbi rendin ka bërë të mundur që ai i detyruar për qëllimin e lartë që kishte kuvendi për miratimin e programit të qeverisë të ndërpres seancën, por nuk dikton dhe nuk mëshiron apo nuk i atribuohet asnjë shkelje e karakterit kushtetues. Por ndonë se kërkuan shkarkimin e tij, rezultati solli vetëm 10 vota kundër. Arsyen për këtë e sqaroi kryedemokrati Sali Berisha jashtë parlamentit. Hidhte të 2 raportet dhe pastaj pas raportet votohej mosbesimi ndaj kryetarit. Kërkesa e opozitës erdhi pasi Partia Demokratike pretendoi se kreu i parlamentit Niko Peleshi shkeli rregulloren e kuvendit gjatë seancës së prezantimit të qeverisë së re.